që duhet bërë sot është një politik që t'i mbajë shqiptarët në vendin e vetë, e jo t'i largoj ata si që ka vite që i largon. Unë e para du ma në vendin tem, du ma hap biznesin tem, me pagu taksat vendin tem, për me regullu vendin tem. Ashtu si i takon, me dignitet, kina me i rrugëve të gotës, prej bandave të enverizmit. Edi Rama, ti i maru këtë e dim ne, se ti ke maru se jeni të hamër kokat e njëni tjetri. Dhe kam një pyetje për ty, që të dyja ti më përgjigje. Këshilltari jot Endri Fuga, ku ishte gjatë kohës që nuk ishte në Shqipëri? A mos ishte vallë duke bërë specializim në KGB në një shkollë pranë atij vendi? Edi Rama, është koha të ndahesh me të keqen. Të jemi krenar të gjithë dhe mos të lejojmë që lakejnë, qakejnë dhe delirantët nga rrjetet sociale të zbehin vullnetin dhe qëllimin ton atë dhe dashës. Asnjëri nga ne që jemi këtu në shesh nuk besoj se pretendojmë të marrim poste politike. Ne duam të jetojmë në shtëpitë tona me dignitet në një shtet që na vlerëson